28 nëntor, nuk është faji tyre, është i yti. Nëse dikush gabon, korrigjoj me mirësjellje dhe tregoj se çfarë i shpëtoi, por nëse nuk mundesh, fajso veten ose askënd. Mark Aureli, Meditime 10.04. Një mësues i mirë e di se kur nxënësi dështon, faji bie mbi instruktorin, jo mbi nxënësin. Sa më bujarë dhe tolerant do të ishim nëse do të shtrirnim këtë mirëkuptim dhe në sferat e tjera të jetës sonë. Ne jemi në gjendje të shohim se nëse një mik nuk është i besueshëm, ndoshta kjo ndodh sepse ai nuk di çfarë nuk shkon, ose sepse nuk kemi përpjekur ta ndihmojmë të ndrejtë metën e tij. Nëse një punonjës nuk po jep ndihmën, thjesht flisni me të ose kuptoni nëse i mungon mbështetja. Nëse dikush po tregohet i bezdishëm, provoni të flisni me të për problemin e sjelljes së tij ose pyesni veten, pse po tregojmë kaq i ndjeshëm. Dhe nëse kjo nuk funksionon, provoni të lini me aq. Fundja mund të jetë një incident i izoluar. Kënqëm. Let's get to the fucking gym. Ok, herën e fundit me 215 arritëm që të seti i parë të nxjerrnim 9 përsëritje. Normalisht ku bëra 2 setet e para të nxemjes, u duk që i rënd pesha, edhe nuk jam rekuperuar mirë, se jam edhe pak me orë gjumit mangu, po që pak ka rëndësi. Do a provojmë gjithsesi, qoftë arrim ta mposhtim mirë, qoftë arrim ta mposhtim, whatever. Here we go. Ok, shpëtën pak bëjmë setin tjetër. Ok, herën e fundit u kemi kapur 8, s'ndojmë për një më tepër. Ok, normalisht javës tjetër do të rrisim peshën, për që javës tjetër nuk jemi, se në 2 javë do jemi pushim, kur vim herës tjetër prapë me hismen. Kalojmë tek seated leg curl. Ok, me 107.5, setin e parë e kemi arritur top range-in, dhe seti i dytë jemi 9 përsëritje, shpresojmë përpara të dyti. Here we go. Se qa lëvizi i gjë këtu, thash se mos u kput, po që jemi okej, me nisi tjetër. Ok, shpresojmë ta përparojmë dhe këtu. Here we go. Nope. Megi smet herës tjetër. Kellem dhe gjoksi. Ok, herën e fundit tu me 30, arritëm që të shkonim të top range të 2 setet. Mirë po kisha qef faktikisht që të provoj peshqik më të rëndë se 35-qa, po që e lënduam pra pak supin edhe është diçka që mund të rrezikoj ta dëmtoj më keq. Që e provoj mirë me kaq, shpresoj që mos dëmoj, edhe me kismet ku të rekuperohemi më mirë pastaj. Here we go.
Ah, fuck. Ok, bëjmë një set tjetër. Ok, kalojmë clavicular pec flies. Ok, herën e fundit këtu me 20 arritëm që të kapim 82 top range mirë, por duke qenë se e dëmtova sërish supin, nuk e di doja dilja dot që ta bëj edhe më shumë peshë, madje edhe kaq më duket e rënd, por që gjithsesi bëjmë një me 20 edhe kur të rikuperoha tamam shpatlla, me qenë se kemi ca ditë pushimi para. Here we go. Ok, shpërojmë pak, bëjmë se tjetër. Ah, fuck. Kalojmë te shpina. Ok, u përpoqja pak më përpara që ta bëj me 55 ushtrimin, po nuk më lejonte supi, kisha dhimbje. Kështu që ja hoqa 25 dhe 5 i futa vetëm një 15, paktën kështu duhet dhimbje durueshme. Edhe synojmë paktën për ditë përsëritje. Here we go. Ok, bëjmë serin tjetër. Ok, kërëm të kënë gjithër. Ok, edhe këtu e një të gjë, nuk i futa peshën që bërë në galume, me 50, synojmë për 10. Here we go. Ok, shpërëm e pak bëjmë serin tjetër.
Okej, kalem dhe supet. Okej, normalisht e prova një së nxemen këtu isha okej. Tash po e bëjmë peshë që kam bërë më përpara. Po na dhami, e ullë, here we go. Okej, është me nga gjushme për gjithsesi, ullim që peshën se dhe gjithë. Okej, kalem të krahë. Rafsh, okej, lërë. Okej, bëjmë një set tjetër. Rafsh, lërë. Së shumë e ullat qik. Pa. Jo! Dhe ajo më dueshe. Okej, kallim dhe bicepsi. Jo, i thash kamerës. Okej, edhe këtu ullem qik peshën, synojmë pak në 40 për sëritin. Here we go. E shpëmi pak bëjmë që tjere. Okej, kallim dhe muskull e balë. Okej, këtu s'pa rrit peshën me 85 nxjerrim 12 deri 14 si zakonisht. Here we go. Okay, we're good to go. Lego, ka që gjithë të video dhe për sot. Normalisht e kam me 2 mëndjet të javën që vjen apo jo, duke qenë se do marrë 2 javë pushime. Dhe kjo është dita 150, i bje do me thënë bëjt 2 ditë, pasaj e të mos t'i lek, kështu që me shumë mundësi, dhe qenë se dhe kam dhe supin, përgjigja Bërna më thotë që jo, po të shikojmë mama. Kështu që ideja është mase kjo do jetë workouti i fundit për nëntorin, dhjetor përsa që shikoj me kismetori këty nga data 20 e lartë. Që pa videon deri në fund, vini thumbs up, comment, edhe shihemi në studion e radhës që është full body heavy day, po mas aty të shama. Shifna.